Përshëndetje miq, nëse ju shkon mendja për ëmbëlsirë, por aman pa sheqer, ja ku e kemi një zgjidhje perfekte. Sot ku erdha nga puna, e përgatita shpejt e shpejt për 10 minuta. Këtu një kokormoll, e lajm, e presim, e pastrojmë dhe lëkurën, e presim dhe e hedhim në një tenxhere. Këtu kemi 3 hurmara bie, dateri që quajnë këtu, i pastrojmë dhe i hedhim tek mollët. Këtu një kokër limon, e shtrydhim limonin dhe i marrim lëngun, e hedhim tek mollët. 2 filxhan kafeje ujë dhe e vendosim në zjarr të ziej për 5 minuta. Mbas 5 minutash e kalojmë me mikser, shtojmë 2 lug kafe nise shte dhe e përziejmë për 10 minuta kemi gati. Unë këtu e kulloj. Unë e preferoj të ngrohtë, por mund ta lini në frigorifer 2-3 orë dhe e keni gati. Ju përshëndes, ciao ciao.